Po përderi sa vitin e kalum, ne nuk kishim afate kushtetuese, edhe u stërzgjat aja procedura teknike, a me vot hapur apo të mbyllur, dhe thotë e cila ishte totalisht teknike, e kësaj radhe kemi afat të fort. 4 marsi është, nëse s'ka president Republika, shkon zgjedhjet jashtëzakonshme. Kështu që këtu s'ka hapësirë për interpretim, që është gjë e mirë. Është mundësi për me fokusu trurin të gjithë liderët politikë. Jo ndiku një 2 javë, aja dritarja ku mundët, dhe thotë, ku vendi mu konstituu, seansa konstituive, mandej mu votue komisionet, mandej mu votue, dhe thotë, qeveria me kryeministrin, dhe mu marrë disa vendima bazike, sepse hera fundit kër Republika e Kosovës ka aprovu budget, ka qenë vitin 2024. Jemi në vitin 2026. Nëse deri në mars nuk ka, do thotë, apropriim të ri buxhetor prej kuvendit, atëherë nuk ka as bazë ligjore me shfrytzu buxhetin. Do thotë, lejmo që me bën ndryshime via buxhetore. Kështu që na nevojitet buxheti patjetër, na nevojitet disa marrëveshje ndërkombëtare me të cilat Kosova ka humbë jashtëzakonisht shumë. Unë shpresoj që së paku këto të kryhen. Tani edhe nëse ndodhin zgjedhjet do të jetë më lehtë, sepse së paku disa dokumente bazike do t'i kemi. Një qeveri të rimandatume, një buxhet e kështu me radhë. Edhe nëse prap aja qeveri është në ndërheqje, së paku e ka buxhetin e miratum. Kështu që do thotë unë shpresoj që nuk do të ketë ndonjë avanturë në kuptimin e blokadave me listën sërbe që i përmendëm fillim, apo ndonjë procedurë tjetër të cilën ende nuk e dim, sepse çka mundet me ndodhë, është kreativiteti i madh për me gjetë probleme teknike. Se përjashtoj mundësinë që mund shfrytëzohen disa zbrazira dhe kushtetuese sa i përket mos respektimit të afatit 30 ditor të zgjedhjes së presidentit, për faktin se 186 përkundër që kërkon, thotë se duhet të zgjedhet jo më vonë se 30 ditë para se të skadojë mandati presidentit aktual. Kjo dispozit nuk përcakton situatën se çfarë ndodh kur nuk fillohet procedura dhe nuk përfundohet brenda 30 ditë. Pra nuk ka sankcion, nuk ka pasojë kushtetuese e dërgimit direkt vendit në zgjedhje nëse brenda 30 ditësh nuk përfundohet ose nuk fillon fare procedura e zgjedhjes së presidentit. Ne kemi një dispozit tjetër në kushtetues që është 182. Ajo është paksa më e qartë dhe përcakton edhe pasojën kushtetuese. Mirë, po ajo e ndëlidh me momentin e fillimit të procedurës. Dhe aty thuhet qartë që nëse brenda 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes së presidentit, ku vendi nuk e zgjedh presidentin, duke i zhvilluar po ku 3 runde që ka edhe me kushtetut, atëherë me automatizëm shpërndahet kuvendi dhe shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Po, që ka filluar procedura. Mund me llogarit që ka filluar procedura, por nuk ka një datë që e kemi të qartë se kur konsiderohet fillim i procedurës. E dim që duhet të zgjedhet në ditën e 30, jo më vonë se me skadu mandati presidentit aktuale, dhe unë nuk e përjashtoj mundësi që këta mund me kalkulu që me njës procedurën nuk me datë 4 mars. Dhe mund mos ta përfundojmë me datë 4 mars, dhe na të përfundojmë deri në datë 4 maj, periodisht, se i bjen 60 ditori afati i... Kja një e mirë, dhe thot, edhe pse Kosova është duke humbë shumë, një e mirë që jemi bile të i qartësu procedurat që generatat e ardhshme mos me pas problem se qysh me interpretu. Që realisht është veç humbje kohës, sepse s'ka nevoj. Dhe thot, i kemi qartësu vjetë 4 procedura, dhe thot, 4 herë e kemi shti gjykatën kushtetuese, gati 5 herë e kemi shti në funksion, për çështje të cilat ashtu kështu kanë qenë ditura. Dhe thot, edhe kësaj radhe, dhe thot, po dojmë tashti qështu me kreativitet interpretues për të stërgjatur procesin e amullis dhe mos frymimit të institucioneve. Po, sepse jemi në fund vetëm shkurt edhe një mendim për çështjen e Kurtit 3, Zrizëqiri besoj po që ka paralajmëruar Kurti që mund të ketë, do të ketë, jo mund të ketë, po do të ketë ndryshime, do të ketë emra të rinj, jo ata që i prezantoi në 2025-ën. A e konsideroni si rizik këtë, sepse vazhdimisht 2025-ën ka thënë se do të shkojë edhe me Kurtin edhe kur ishte në rastin e Konjuftës me ata emra që i propozoi? Zoti Kurti
kësaj radhe me fiturin që e ka pas në zgjedhje, pa pjesëmarrjen aktive të presidentës, ndihet plotësisht i lirë, do thot është vindicated, i thojnë anglisht, është vërtetu që ka pas mirë tek elektorati me pozicionet e tyre, kështu që ai mundet e ka durët e lira, nuk besoj që është ndaj numër 2 ose 3 në lëvizjeve të vendosjes që mundet me ju kundërvy atij ose ti qetë ndonjë problem, ka pushtet absolut mbi këta dhe do thot në mënyrë absolute do të vendosë se kush qysh të është ai në mendimet e tij në momentin kur vendos. Ministra profesionist fushave caktume dhe kompetent paktën që vendimarrjet që prodhohen qoftë në qeveri, qoftë edhe në parlament, mos t'i anulohen shpesh në gjykatë kushtetuese, siç i ka ndodhur. Ose mos shkojnë nëpër gjykata e ose prokurorisë. mos përfundojnë nga aspekti integritetit nëpër agjencitë për ndalimin e korrupsionit e në prokurorinë dhe në gjykatë. Faleminderit shumë.